Një vizitë si ajo e Aleksandar Vučić në Tiranë nuk mund të zhvillojë pa kaluar në lupën e detajeve, që veçanërisht në një marrëdhënie si ajo shqiptaro-serbe janë po aq të rëndësishme sa fjalët. Vëmendja më e madhe u fokusua te takimi më i rëndësishëm i kryeministit serb në Tiranë, ai me homologun nga Tirana, ku edhe protokolli shqiptar ka qenë gjithashtu shumë herë më i kujdesshëm për çdo element ndaj të cilit mund të kishte pasur reagime. Asgjë veç flamujve kombëtar respektiv nuk ka pasur në takimin dypalësh Rama-Vučić, apo takimin mes dy delegacioneve. Të vetmet element të tjerë kanë qenë këto lule të bardha dhe të kuqe në tryezën e takimit, apo si dekorime përreth saj, që në këtë rast marrin edhe simbolikën e reflektimit të një takimi të qetë mes Ramës dhe Vučić, përkundër takimit të tensionuar në Beograd. Kjo u konfirmua edhe në konferencën për shtyp të dy kryeministrave, kur edhe për ambientin e zgjedhur që ishte pallati i brigadave, njohur ndryshe si ish pallati i mbretit, kryeministri Rama u kujdes ta sqaronte se pritja u bë në këtë ambient, për shkak të rikonstruksionit të katit të parë të kryeministrisë. Por shumë pak do ta kishin menduar se në takimin tjetër, ato me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, Aleksandar Vučić, do të pritej në sallën ku është vendosur piktura me tematikën e rrugtimit të luftëtarit nga Mitrovica Isa Boletini, drejt Vlorës për shpalljen e pavarësisë. Në këtë sallë në fakt, bën të gjitha pritet kryetari i Kuvendit, me të njëjtën pikturë në sfond, siç konfirmon edhe takimi i parapakohshëm me presidentin turk. Por me sa duket, për shkak të kontrastit të Isa Boletinit në këtë pikturë dhe kryeministrit serb në sallë, shumë e kanë vënë re vetëm në këtë takim praninë e kësaj pikture, duke e komentuar madje në rrjetet sociale si dronin e radhës, për një element që ndoshta vetë kreu i qeverisë serbe nuk e ka vënë re, dhe që për më tepër ka qenë për herë aty. Simbolika bëhet edhe më e fortë nëse i shtojmë në këtë rast edhe debatet e javëve të fundit, që morën zgjidhje vetëm 24 orë më parë për atë se ku do të varrosej Isa Boletini, me vendimin për varrimin në Mitrovicën e Veriut, e ku si gjithmonë në Ballkan, varret e heronjve shpesh herë simbolizojnë edhe kufijt. Jo pak efekt kanë pasur edhe këto gota dhe pjatat të pallatit të brigatave, të shenjuara me simbolin kombëtar të Shqiponjës, fotot e të cilave kanë bërë gjithashtu xhiro në rrjetet sociale, por me këtë set që daton që nga koha e Ahmet Zogut, është servirur për çdo kryetar shteti apo qeverie që ka ardhur në Shqipëri për vizitë zyrtare, por vetëm në rastin e kryeministit serb, ato tërheqin vëmendje në serinë e elementeve të tjera kombëtar, duke konfirmuar, jo vetëm për peshën e simboleve kombëtare, por edhe për marrëdhënie delikate mes dy shteteve që për dekada janë përplasur në konflikte, edhe për shkak të simboleve kombëtare.